Të dërova shikuve sa po është mbyllur super sfida klasike e futbollit shqiptar, Vllaznia Muntianin 3-1. Kam këtu një përfaqësi të tifozërisë Shkodrane, e cila e dezi atmosferën në stadiumin Loro Boriçi. Aset Rahmani apo Toti I famshëm, së bashku me kolegët e tij. Urime Toti për Vllaznia. Faleminderit për gjithë Shkodran, gjithë ashtu për ty. Faleminderit shumë. Na kanë kënaqur sot. Një futboll I bukur. Një atmosferë e bukur edhe për tifozëve. Dominim total. Në të në dejtimet. Një shkëlqim I Vllaznisë. Dominim total. Edhe me përshëndet edhe gjithë tifozërinë Shkodrane, marr publin e Shkodrës që mushin sot stadiumin dhe nuk pushoj për asnjë minutë të obrarit për Vllazninë. Ka marrë një gest shumë I bukur që kur ka nevojë Vllaznia gjithmonë janë gjithë pranë. Në momentin kur Vllaznia pesoi gol në atë anën e filmit të takimit, nuk kishim absolutisht as një dyshim, sepse ne ai gol të Shqipërisë mi vë fajse na kritikat I vojmë. Shnosh, ai ishte edhe për fajin fije patroni, nuk ishte për sulmin e tyre si ishte ata mirë. Një Tiranë lodhur, një Tiranë të shkatruar. Occidentalisht. Tiranë s'ka punë. Vllaznia e pandajshme edhe tërheqik ndaj Tiranës dhe vazhdon të jetë në kryerjen e renditjes. Besoni se po shkon drejt titullit kampion? Ne besojmë shumë vetëm se I di çfarë më sot në fush. Unë më frikë kam albitrimin se sa ekipin tonë. Ne na kena sot për sot kena ekipin më të mirë që ka Shqipëria. Edhe për gjatë atje se janë shumë të mirë luftarat, sidomos këtë rromë bani përshtypje se pjesa e dytë ishte edhe më fort, sikur kundra neshëve tjera që kena me di firma. Që ka thënë që kishim rritje fizike. Rritje fizike. I marrim një mendim edhe kolegët e tij. Po një dominim me të udhim Tirana pas pas udhimit ishte edhe 6-1 po është mirë ishte, po sa ishte një ndeshje shumë e shkëlqyme e ekipit tonë. Brejlohen tana thuj reportit. Një tifozëri Tifozëri shumë më shumë që aja u prite faktikisht u prite me Elbasanin ndeshje që ishte ndeshje më kryesore. Si tip që lushin dy ekipet vendi parë me vendin e dytë edhe kështu që po nga që është një sot ishte një dominim total I Vllaznisë. Në fundit klasike është ndeshja më e bukur për ne Gaspar. Klasike është ndeshja më e bukur për ne. Ne Tirana ndona më shumë po. E mbyllim për shiko, e dora Tirana kategori të parë, nuk e dora kategori të dytë. E mbyllim për atë që filluam me Aset Rahmani me Tutin e famshëm. Sa më tepër të thosh edhe një entuziazëm I bukur, një futboll për çdo minutë rritje si pjesë parë, në fund që barazume, pjesa dytë ishte dominante ka totalisht edhe I përgjigj thash edhe lojtar se sot kanë marrë maksimumin fush. Kishin atë egon e vet, atë shpirtin e vet që merro Tiranën. Sigur të ishin gjithë stan Shkodran, po duke I Bismarku sot. Tifozëri më del sot më vonë. Punat e Loro Boriçit ishin më shumë se herë të tjera, por ata vend që të shtohen më tepër. Jo, kjo ishte ndeshja e fundit në Shkodër, më merr mendja më se kundër Tiranës tan Shkodra ka qef me kanë stadium. Nisën. Për vetëm çose na bën në ndeshje kupet e forcës, nuk shoh në ndeshje tjetër në Shkodër. Ju falenderoj shumë. Falenderoj shikues që ishim me tre përfaqësues të Shkodran, të cilët e ndjekin ekipin Koçeblu, jo vetëm në Shkodër, por në gjithë stadiumet e Shqipërisë. Këto të ndërrosh shikues që mbyllim intervistat me opinionet që dhamë përpara ndeshjes, në pushim të ndeshjes dhe pas ndeshjes, tash jemi me trajnerët në konferencën e shtypit. Ja themi u pash.